Prej kohësh brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, është vënë re një klim gjithnjë me shkujdesur ndaj rregullave bazë të formatit, duke bërë që vëllai i madh të mos qëndrojë më indiferent. Banorët janë parë vazhdimisht duke biseduar pa vendosur mikrofonës siç kërkohet, duke ndërprerë njoftimet zyrtare apo duke mos reaguar ndaj thirrjeve të përsëritura nga produksioni. Këto veprime, që në dukje mund të duken të vogla, konsiderohen shkelje serioze në një format ku çdo detaj kontrollohet dhe respektohet me përpikëri. Situata është bërë edhe më e ndjeshme për shkak të dyshimeve për dhënie informacioni nga jashtë, diçka që bie ndesh drejt për drejt me thelbin e lojës. Në këtë pikë është përmendur veçanërisht Aurora, e cila sipas vërejtjes së bërë, ka kaluar kufit e lejuar duke përmendur element që nuk duhet të diskutohen brenda shtëpisë. Kjo ka ngritur pikpyetje jo vetëm për drejtësinë e lojës, por edhe për barazim mes banorëve, pasi çdo informacion i jashtëm mund të ndikojë në strategji, aleanca dhe perceptim. Përballë këtyre sjelljeve të përsëritura, vëllai i madh ka vendosur të japë një mesazh të qartë dhe të fortë. Toleranca ka marrë fund. Alarmi që ka rënë në shtëpi nuk ka qenë thjesht një sinjal paralajmërues, por është shoqëruar me një vendim konkret që prek drejt për drejt të gjithë banorët. Çmimi i madh është ulur me 10.000 euro, duke zbritur nga shuma fillestare në 159.000 euro. Një ndëshkim kolektiv që tregon se përgjegjësia është e përbashkët dhe se çdo veprim individual ndikonte të gjithë. Megjithatë, vërejtja më e drejtpërdrejt ka pasur në fokus 3 emra: Londrimin, Elionën dhe Klodin. Sipas vëllait të madh, ata kanë qenë ndër më të përmendurit për mos respektim të rregullave, sidomos në lidhje me përdorimin korrekt të mikrofonëve dhe reagimin ndaj udhëzimeve zyrtare. Paralajmërimi për ta qenë i prerë. Nëse shkeljet përsëriten, dënimi nuk do të jetë më financiar, por mund të përfshijë masa shumë më të rënda që prekin drejt për drejt qëndrimin e tyre në lojë. Ky moment ka sjellë tension të dukshëm në shtëpi, pasi banorët janë ndërgjegjësuar se çdo veprim tashmë është në lupë dhe se loja po hyn në një fazë ku disiplinimi bëhet po aq i rëndësishëm sa strategjia. Mbetet për tu parë nëse ky ndëshkim do të shërbejë si zgjim për banorët, apo nëse vëllai i madh do të detyrohet të ndërhyjë sërish me masa edhe më drastike. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.